Jemi në studio me Klodiana Goxhën, e cila është në drejtore e shkollës 7 Marsi, gjithashtu edhe mësuese anglishtes, ka rreth 20 vjet që ushtron këtë profesion, kaq të dashur, por gjithashtu edhe fisnik për të. Mirëmëngjes, mirë se vjen, gëzuar festën tuaj. Më vjen mirë që sot të kam në studio për të folur pak edhe për ato emocionet e mësuesisë, për mënyrën se si ju e keni nisur, por gjithashtu edhe me ato pak problematika që mbase ju mund të hasni dhe mund të përballeni çdo ditë. Do më lejoni Ju falenderoj shumë për ftesën. Patjetër, Sule, mund t'ia thuash. Gëzuar festën e dashur, duke të uruar ty, kam uruar të tëra mësueset. Gëzuar. Faleminderit edhe për ftesën e emisionin tuaj. Është kënaqësi që të përfaqësoj figurën e mësuesit sot këtu. Ju e keni nisur, keni 20 vjet që jeni mësuese, ëh? Diku aty rrotu. E mbani mend ato orën tuaj të parë, lëndën tuaj të parë, dëshirën mbasi që kishit për të marrë me mësuesi? Natyrisht, kushdo nuk do të harronte kurrë ditën e parë në një profesion që ti e merr me kaq pasion, me kaq dashuri. Do ta kujtoja me shumë nostalgji ditën time të parë të arsimit. Mora emërimin se mund ta përmend në shkollën e mesme të përgjithshme Partizani. Ishte një shkollë e madhe, mund të them, edhe emocioni ishte shumë i madh. Nga një jetë prej studente, më duhet të përballesha me një realitet të panjohur. Në çfarë vitesh bëhet fjalë? 94. Po, ky vit 94-95, edhe duhet të përballesha me një realitet të panjohur që isha mësuar gjithmonë studenten përballë me një mësues, tani do të ndryshoja rolin. Dhe ishte ankthi emocioni se si do të më prisnin nxënësit, si do më prisnin drejtuesit, kolegët. Megjithatë, forcën e gjeja tek modeli që kisha gjithmonë si udhërrëfyes në jetën time. Mësuesit e mi. Mësuesit e mi që mund të përmend me shumë nostalgji, mësuesin e anglishtes për të cilit dashurova shumë edhe profesionin, Fatmir Manin, edhe vajzën e Xhaxhait që ishte një mësuese model, edhe një shoqe ime shumë e mirë, që vazhdon të më mbështesë edhe sot në arsim. Si ishte në ato kohë, ishe mësuese, një vajzë e re, studente e re, sapo kishe përfunduar studimet dhe të drejtohesh në një gjimnaz për që më pas pjesë stafit pedagogjik të atij gjimnazi. Një gjimnaz me emër, ku në fakt kishte shumë pedagog, është edhe bukur në fundit të bashkëpunosh edhe me emra të tillë, me figura të tilla. Ashtu është, më duke që vetja shumë e vogël në krahasim me mësuesit e tjerë, sa madje ndonjëherë edhe drejtori, kur më shifte në korridor që isha duke pritur, ditë e parë të ishte futur në klasë. Gjithmonë më ndodhte një gjë e tillë, se imagjinoj ajo kohë atëherë studente, 22 vjeç, sapo kisha mbaruar, ishte viti i parë i punës. Por megjithatë kishte shumë mbështetje në fakt në atë kohë, na ndihmonin shumë edhe kolegët. A ka ndryshuar mënyra e mësuesisë? Po mbase edhe koha sigurisht që sjell ndryshime, po ka ndryshuar në ato vite deri më tani? Personalisht e ndjej. Edhe mënyra e mësimdhënies deri diku duhet të kenë ndryshuar. Kam përshtypjen që tani sikur janë bërë pak më miqësor mësuesit me nxënësit, sikur edhe ora e mësimit realizohet në grup. Metodat janë të larmishme, normal. Risit gjithmonë kanë për të vetën, kanë përditësuar gjërat që kanë evoluar. Çdo gjë ka evoluar në arsim, ka ecur goxha më mirë, nuk mund të themi, po përsëri kam nostalgji dhe për atë periudhë ka pasur të mirat e veta. Nuk mund të them vetëm këtë gjë. Ju prej sa vitesh jeni në drejtoresh në shkollën 7 Marsi? Më pëlqen më shumë të them që po bëj rreth 15 vjet që jam mësuese në atë shkollë. Ndërsa si vit shkollor është i treti që jam në drejtim, në drejtoresh. Është ndryshe të jesh edhe në një farë mënyrë drejtuese në një institucion të tillë, por gjithashtu edhe e keni kaluar dhe atë, e keni prekur, si thua, edhe profesionin e mësuese. Si mund të koordinohen të dyja bashkë për të pasur një produkt shumë të mirë? Të qenë mësues të ndihmon të jesh njohës i mirë i çdo gjëje, i gjendjes të shkollës, të nxënësve, i kontingjentit, për më tepër dhe komunitetit, siç jam unë, që jam edhe pjesëtari i komunitetit të shkollës aty. Ke shumë avantazhe. Mbase nuk kishte ndonjë disavantazh. Duke qenë aty gjithë kohës, më duket sikur shkollën e kam pjesë të shtëpisë që jam afër. Po je njohës i mirë, për shembull, njeh ambientin, njeh kolegët, njeh shumë më mirë. Edhe je në gjendje di më tepër se çfarë të kërkosh, se çfarë pret. Ke më tepër takt për të punuar. Cili është parimi që ju kanë ndjekur ju këto, apo që keni ndjekur më saktë ju këto 20 vite në mësuesi? Parime ka shumë, po parimi në bazë do të quaja përkushtimi ndaj profesionit edhe përkushtimi ndaj nxënësit. Ky është parimi bazë që mua mu dhe heq në jetën time si mësues.
pak to, madje mësuesin do ta quaja më tepër pasion se sa profesion. Nëse ti nuk e dashuron profesionin, nuk vendos shpirtin tënd për të punuar me pasion, atëherë gjërat do të bëhen më të vështira. Nëse punon me pasion, gjërat arrin më lehtë. Unë e kam provuar, e kam prekur këtë gjë dhe ndiem shumë e lumtur. Ju jeni në kontakt të përditshëm me brezin e ri, por gjithashtu edhe me mësues prej vitesh, tani më pjesës stafit pedagogjik të shkollës 7 Marsi. Sa e rëndësishëm është kjo marrëdhënie dhe ky ndërveprim i disë brezave? Më pëlqen kjo pyetje se kjo ka vazhduar, ka qenë dhe do të vazhdoj të ngelet gjithmonë. Nëse do të bëja krahasimin me një zinxhir, me hallka, veten time e gjej diku në mes, nga hallkat pas dhe hallkat para, që gjithë secila kryen funksionin e vet dhe ndihmojnë njëra tjetrën. Për shembull, kur unë kam shkuar mësuese e re, kam pasur mësuesit me përvojë që kanë pas shumë nevojë për ndihmën dhe mbështetjen e tyre. Po kështu edhe ne të rinj që shkonim ose të tjerë që vinë tani dhe mas meje, sjellin risitë e tyre që përsëri janë kaq të dobishme dhe të domosdoshme. Ne jemi mësuar që përmendim hendeku i brezave, por unë personalisht do ta quaja jo hendek i vështirë për t'u kapërcyer, por urë, si një urë tepër e domosdoshme që shërben për të lidhur pjesët në arsim. Çfarë ju kënaq më shumë në marrëdhënie me nxënësit? Çfarë ju bën që edhe puna juaj të jetë vërtet e vlerësuar, veç rezultateve, që jam e sigurt që duhet të jetë një kriter, që ju e kuptoni që nxënësit ju vlerësojnë, ju duan, ju çmojnë për atë që ju jepni. Mundojmë që gjithmonë të jemi përditësuar me gjërat e reja në arsim dhe ajo që kam synim dhe që e vëre dhe të shumë kolegët e mi, është të krijuarit e një klime pozitive në klasë. Klima pozitive dhe ruajtja e klimës pozitive, sigurisht. Se nëse fëmijëve arrin që t'ja u ofrosh, për shembull lëndën që unë jap, t'ja u ofrosh me shumë dashuri, edhe ata do fillojnë ta dashurojnë lëndën, do fillojnë të japin rezultate. Unë jam mësuese gjuhës së huaj edhe gjithmonë ja them nxënësve të mi që learning is fun. Nëse ata do ta shikojnë kështu, vinë me shumë dëshirë në shkollë. Keni dhe ju ato teknikat tuaja në mënyrën se si e bëni të këndshme orën? Po, patjetër. Sidomos në gjuhën e huaj sot të gjuha huaj ka larmi për të bërë orën sa më të këndshme. Për shembull, ne nuk mund të kuptojmë dot një orë mësimi pa lojra, pa xhaxhaza, pa gjëra që vërtet fëmijët i tërheqin, që të fillojnë ta duan lëndën. Edhe jemi gjithmonë në kërkim të këtyre gjërave. Vendi i mësuesit sot në shoqëri cili është? Respektohet aq sa duhet? A duhet aq sa duhet? Jepet rëndësia e duhur? Për shembull, do marrësh kas gaftesa juaj sot, në 7 Marsi, edhe shumë kujtohen. Mua do më pëlqente që të kishim më tepër 7 Mars, jo vetëm një ditë. Dhe do doja që të ishim një çik më shumë në vëmendje. Kuptohet të shoqërisë se mësuesi është shkolla. Shkolla është vendi ku prindrit besojnë në shpirtin e tyre, fëmijët e tyre. Kështu që në qoftë se thjesht një bashkëpunim falënderimi do të ishte më së i dobishëm. Ajo që personalisht më prek është për shembull të detyrat që unë mund të jap fëmijëve kur japin profesione, cili do të jetë profesioni juaj i ardhshëm. Me të drejtën ndihem nganjëherë keq kur kontrolloj detyrat dhe shikoj që shumë pak ose ndonjëherë në ndonjë detyrë dhe as pak e zgjedhin profesionin e mësuesit. Më prek kjo gjë. Nuk do doja kur, do doja që mësuesi të listohej ai pari në listë. Mos të ishte më tepër i zgjedhur mjeku, inxhinieri, ekonomisti, gazetari, ndërkohë që gjithë këto lindin nga mësuesi. Shumë i qartë. Zonja Goxha, është shumë e rëndësishme edhe një tjetër bashkëveprim. Ai midis prindërve dhe mësuesve. Sa i rëndësishëm është për të qenë shumë produktiv edhe marrëdhënia juaj me nxënësin? A është një hallk dhe një urë shumë e mirë lidhse dhe çfarë duhet të kenë mbase parasysh ju jeni mësuese dhe kam përshtypjen që jeni përballur shpeshherë me tipologji të ndryshëm prindërish që mund të vinë të drejtohen dhe të kërkojnë dhe gjithë secili ka të drejtën e vet të kërkojë atë çka mendon se mund të kërkojë nga mësuesi. Por që sa e rëndësishëm është dhe çfarë do t'u thonit mbase atyre që janë duke të ndjekur prindërve në lidhje me një marrëdhënie më të mirë që mund të bëhet nëse nuk është më e miramundshme. Kjo është shumë e vërtetë dhe unë në fakt doja t'i falenderoja prindrit e komunitetit tim, pasi kemi prindër që interesojnë shumë. Nuk do të thosha që është shumë e mirë, por është thelbësore, shumë e rëndësishme treshja mësues prindër nxënës.
është shumë e rëndësishme se ne japim prindërve informacion për nxënësin, ata na japin informacion për fëmijën. Sigurisht të dy palët jemi shumë të interesuar për mbarvajtjen e fëmijës, dhe kohët e fundit me udhëzimet e reja që ministra kanë nxjerrë që prindrit duhet të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në komunitet, dhe vëmendja e shkollave është drejtuar si shkollat qendra komunitare, edhe ne jemi drejt kësaj përparësie. Kjo është shumë dobipruese, është shumë ndihmuese nga ana jonë si mësues. Madje prindrit kanë një rol shumë të rëndësishëm deri në emërimin e mësuesve dhe drejtuesve për shkolla. Kohët e fundit neve kemi pasur edhe me rastin e festave, është marrë një nismë nga Ministri i Arsimit që është java e cilësisë së arsimit. E kemi mirëpritur këtë nismë, edhe pse me pak hezitime në fillim, që do të zhvillonim orë të hapura në klasat e para dhe të gjashta. Dhe këtu një rol kyç kanë pasur edhe prindrit që kanë qenë pjesëmarrës për të ndjekur një orë mësimi për fëmijët e tyre. Edhe mendoj që ja kemi dalë shumë mirë, prindrit kanë qenë shumë të kënaqur, po ashtu njëkohësisht edhe ne sepse ndihemi shumë të vlerësuar. A morët mbase nga prindrit edhe ndonjë sugjerim për mënyrën se si mund të bëhej diçka më mirë? Po, patjetër, edhe në analizat që kemi ishin të hapur për të shfaqur mendimet e tyre? Po, patjetër, dhe kjo gjë ndodh shpesh në shkollën tonë faktikisht. A ka ndryshuar pak a shumë kjo marrëdhënia midis prindërve dhe mësuesve, sepse dikur kam përshtypjen në ato vite kur kam qenë unë nxënëse, ka qenë mësuesi primar në detyrat që jepte, në mënyrën se si fjalët i thoshte, ato takimet me prindër shumë të shpeshta, ditëve të enjte kur jepeshin zakonisht edhe këshilla të ndryshme. E mbanin mend ditët e enjte se përsëri ashtu bëhen takimet me prindër. Tani si ndodh, kanë mbase rol disi më të rëndësishëm prindrit në atë çka thon për mënyrën se si mund të kërkojnë gjërat kundrejt fëmijëve të tyre? Unë, nga gjykimi im, mbase nuk është i duri apo i sakti, po që gjykoj sikur ka ndryshuar pak. Tani nuk dua të përjashtoj edhe atë pjesë që mund të themi që siç ka prindër shumë të mirë që interesohen shumë, që janë shumë bashkëpunues me shkollën, mund të themi që kemi edhe prindër indiferent, që fatkeqësisht ndonjëherë nuk i njohim dhe fare, detyrohemi të punojmë me organizma të tjera, me organizata të tjera që ndihmojnë në mbarvajtjen e fëmijëve, por pjesa dërmuese janë shumë ndihmuese. Sfida me cilën përballet mësuesi sot, cila është sipas jush? Tani, unë nuk do të flas këtu si specialiste për sfidat e arsimit, por thjesht po flas personalisht, një opinion timin për mësuesit. Ne do kemi një specialist pak më vonë që do të flas ndaj. E kuptoj. Thjesht doja të thoja që ne si mësues përballemi me shumë, duhet të ruajmë shumë ekuilibra. Për shembull, thjesht kontingjentët të ardhur nga emigracioni ose përbërja demografike që kemi në shkolla, kjo na e vështirëson disi në arrit fluksin në përklasat të nxënësve që më tepër ka të bëjë me infrastrukturën dhe çdo është pjesë ky është arsimi dhe nuk e shmangim dot këtë gjë. Por nuk është që kemi ndonjë gjë këto të përditshme tash ne na e bë rutinë dhe kemi filluar t'i kapërdzejmë gjërat të tilla. Sot për ta kaluar dhe këtë pyetje është a mbani mend mësuesin tuaj të parë? Po. E vështirë që ta harroj. Nuk e harroj dot kur. Mësuesja Raimonda Toshinka është nga Pogradeci, unë i uroj pleqëri të mbar, shëndet, gëzuar festën, edhe do ta kujtoj sa të jem gjallë. Si është e mundur që sa herë kujtoj mësuesin e parë, kushdo që e kujton i lind një buzëqeshje në fytyrë. Është shumë e çuditshme në fakt. Si duket, më duket se është biologjike. Nuk e di. Vështirë. Kur e mbante mend Sulo, isha e bindur që të gjithë e mbanin mend mësuesin e tyre të parë, ndaj mua vjen mirë që... Po besoj që është vështirë shumë të harron, besoj të gjithë e mbajnë. Ke ndonjë pyetje për mësuesen? Ja, absolutisht. I uroj gjithë të mira. Si të duke biseda në ato momentet e rrëfimit dhe të nostalgjisë? Po shumë e këndshme. Jetë edhe vetë, nostalgjike, që sa e mirë që është dhe dashur mësuese, tha dhe një fjalë bukur. Duhem vlerësuar më tepër se gjithë nga mësuesit kalojnë. Edhe është e vërtet. Të gjithë kalojnë nga mësuesit. Shumë e drejtë. Zonja Goxha, unë falenderoj që ishave në studio, gëzuar faleminderit edhe ju dhe uroj shumë që të gjitha sfidat me të cilat do të përballet mësuesi shqiptar, uroj që t'ja dilni dhe t'ja hidhni. Faleminderit shumë dhe një ditë sa më të bukur edhe për ju.